Me sirtarët e vjetër të shtëpisë së Pjetër Rodiçit pas vdekjes së tij, u gjet një zarf i verdhur me shkronjat e tij të trasha. Mos ja tregoni kur Vaces. Brenda kishte letra mjekësore, diagnoza të fshehura dhe një listë emrash, njerëz që dinin të vërtetën, por kishin betuar heshtje. Për 20 vjet me radhë, burri i saj kishte ndërtuar një mur të padepërtueshëm midis Vacezelës dhe realitetit që do ta shkatërronte. Çdo mëngjes kur ajo zgjohej dhe shikonte diellin, Pjetri tashmë kishte fshirë gjurmët e natës së kaluar, shishet e barnave, telefonatat e fshehta me mjekët, lotët që ai i lante vetëm kur ajo flinte. Kush tjetër e dinte? Çfarë po fshihej me aq dëshpërim? Dhe pse edhe sot disa nga ata njerëz refuzojnë të flasin? Shqipëria e viteve të 10 e njohu Vacezelën si zërin që nuk pushonte kurrë. Ajo ishte bilbili kombëtar, gruaja që këndonte në çdo festë shtetërore, në çdo dazmë populore, në çdo moment kur vendi kishte nevojë për shpresë. Por askush nuk e dinte se çdo shfaqje ishte një betejë fituar me gënjeshtra të dashura. Pjetri ishte ai që organizonte gjithçka, jo vetëm koncertet, por edhe iluzionin. Ai ishte ai që fliste me organizatorët, që negocionte me radion televizioni shqiptar, që sigurohej që Vaçja të mos dëgjonte biseda të caktuara, të mos leconte letra të caktuara, të mos takonte njerëz të caktuar. Ishte një regjizor i padukshëm i një jete të dyfishtë. Ndërsa Vaçja buzëqeshte para kamerave, Pjetri numëronte ditët, muajt, vitet, duke ditur diçka që do ta thërriste në gjunjë. Në vitin 1988, gjatë një turneu në jug të vendit, Vaçja u ankua për dhimbje koke të forta. Pjetri e çoi menjëherë në Tiranë, por jo në spitalin publik ku të gjithë e njihnin. Ai e çoi në një klinikë private, larg syve të kuriozve, ku një mjek i vjetër, mik i tij personal, e ekzaminoi në heshtje. Diagnoza u shkrua në një flet që Pjetri e pallos dhe e futi në xhep pa ja treguar asaj. "Është lodhje dashurim", i tha ai asaj atë natë, duke mbajtur dorën. "Ke punuar shumë, do të pushojmë pak." Por në të vërtetë, ai tashmë kishte filluar të ndërtonte murin e parë të gënjeshtrës. Mjeku i kishte thënë të vërtetën, një të vërtetë që do të ndryshonte gjithçka. Por Pjetri zgjodhi të mos e ndante atë bar me gruan që donte më shumë se jetën e vet. Ajo që ndodhi në vitet që pasuan ishte një nga mashtrimet më të mëdha dhe më të dhimbshme në historinë e showbizit shqiptar. Pjetri filloi të kontrollonte çdo aspekt të jetës së Vaçës, jo nga xhelozi, por nga dashuria e çmendur. Ai vendosi se cilat koncerte do të pranonte, cilat do të refuzonte. Ai vendosi se kur ajo do të pushonte, kur do të udhëtonte, madje edhe çfarë do të hante. Miqtë e tyre filluan të vinin në ndryshime. "Pjetri është bërë shumë mbrojtës", thoshin disa. "Ai nuk e lë Vaçën të marrë frymë", ankonin të tjerë. Por askush nuk e dinte arsyen e vërtetë. Askush nuk e dinte se çdo vendim i Pjetrit ishte një përpjekje për ta mbajtur atë larg së vërtetës që po afrohej si një stuhi e errët. Në vitin 1990, Vaçja u ftua të këndonte në një festival ndërkombëtar në Jugosllavi. Ishte një nder i madh, një mundësi që çdo artist shqiptar e ëndërronte, por Pjetri refuzoi. "Nuk është koha e dur", i tha ai organizatorëve. Vaçja u zemrua për herë të parë. "Pse po më pengon?", e pyeti ajo me lot në sy. "Kjo është karriera ime, Pjetër, kjo është jeta ime." Ai e shikoi në heshtje, duke ditur se nuk mund t'ia thoshte të vërtetën. Nuk mund t'ia thoshte se mjekët e kishin paralajmëruar, stresi i udhëtimit, lodhja e shfaqjeve, presioni i skenës ndërkombëtare mund ta përshpejtonin atë që po vinte. Kështu që ai gënjeu përsëri. "Kam dëgjuar gjëra për organizatorët", i tha. "Nuk janë njerëz të mirë, nuk dua të shfrytëzojnë." Ajo nuk e besoi plotësisht, por u dorëzua. Sepse Pjetri kur nuk e kishte tradhtuar më parë. Por brenda shtëpisë së tyre, tensioni po rritet. Vaçja filloi të dyshonte. Ajo vuri re se Pjetri fliste shpesh në telefon dhe ulte zërin kur ajo hynte në dhomë. Ajo vuri re se ai kishte filluar të mbante një çantë të vogël me dokumente që nuk ja tregonte kurrë. Një natë kur ai ra në gjumë, ajo e hapi atë çantë. Brenda gjeti letra mjekësore, por jo të sajat. Ishin të shkruara në një gjuhë teknike që ajo nuk e kuptonte plotësisht, por emri i saj ishte atje, i nënvizuar me ngjyrë të kuqe. Zemra i rrahte fort. Ajo donte të zgjonte Pjetrin, të kërkonte shpjegime, por diçka e ndalloi, frika. Frika se përgjigja do të ishte më e keqe se dyshimi. Në vitet që pasuan, Pjetri bëri diçka të jashtëzakonshme. Ai filloi të ndërtonte një rrjet njerëzish që do ta mbronin Vaçën nga e vërteta. Njekët, miqtë e afërt, madje edhe disa zyrtarë të radios televizioni shqiptar, të gjithu bën pjesë e një pakti heshtjeje. "Mos i tregoni asaj", ishte urdhri i tij i prerë. "Nëse ajo e mëson, do të thyhet. Dhe nëse ajo thyhet, nuk do të këndoj më. Dhe nëse ajo nuk këndon më,
do të vdes më shpejt. Ishte një logjik e çmendur, por e mbushur me dashuri. Pietri besonte se sa kohë Vaçja të ishte në skenë, sa kohë të dëgjonte duart trokitjet, sa kohë të ndjente dashurinë e publikut, ajo do të kishte një arsye për të jetuar. Dhe ai ishte i vendosur ta mbante atë arsye gjallë, edhe nëse kjo do të toshte të gënjente çdo ditë për 20 vjet. Por çfarë po fshihej me aq dëshpërim? Çfarë diagnoza ishte aq e tmeshme sa një burr të ndërtonte një perandori gënjeshtresh për ta mbrojtur gruan e tij? Dhe si arriti Pietri ta mbante këtë sekret për aq kohë, ku Shqipëria e vogël ishte një vend ku të gjithë dinin gjithçka për të gjithë? Në vitin 1991, Shqipëria po ndryshonte me shpejtësi maramance. Regjimi komunist kishte rënë, kufijt po hapeshin dhe njerëzit po mësonin të jetonin në një botë të re. Por për Vaçe Zelën, bota po bëhej gjithnjë më e vogël. Ajo kishte filluar të vinte re simptoma të çuditshme. Momente kur harronte fjalët e këngëve që kishte kënduar mijëra herë, momente kur nuk e njihte rrugën për në shtëpi, momente kur shikonte Pietrin dhe për një sekond nuk e kujtonte emrin e tij. Ajo i fshihte këto momente nga të gjithë, madje edhe nga vetja. Por Pietri i shihte. Ve çdo herë që i shihte, zemra i coptoi pak më shumë. Një mbrëmje, pas një koncerti në Pallatin e Kongreseve, Vaçja u ul në domën e gardrobës dhe filloi të qante. Nuk e di çfarë më ndodh, Pietër, tha ajo, duke i kapur dorën e tij me forcë. Kam frikë se po humbas veten. Ai e përqafoi fort duke i fshirë lotët. Je e lodhur, dashurim, i tha ai, duke përsëritur dinjeshtën që kishte bërë moto jete. Ke dhënë shumë për këtë vend, tani është koha të kujdesesh për veten. Por brenda ai po bërtiste, sepse ai e dinte se kjo nuk ishte lodhje. Kjo ishte fillimi i fundit që mjekët e kishin paralajmëruar 10 vjet më parë. Pietri filloi të marrë masa edhe më drastike. Ai punsoi një infermiere private që vinte në shtëpi çdo ditë, por e prezantoi si ndihmëse shtëpiake. Ai filloi të japte barna në ushqimin e Vaçes pa ja thënë. Ai filloi të anullonte koncerte duke shpikur justifikime, probleme teknike, konflikte në kalendar, madje edhe sëmundje të veta të rreme. Organizatorët filluan të zemëroheshin. Pietri po e shkatërron karrierën e Vaçes, thoshin disa. A është xheloz, dhe nuk do që ajo të shkëlqej më, thoshin të tjerë. Por askush nuk e dinte të vërtetën. Askush nuk e dinte se Pietri po sakrifikonte reputacionin e vet për ta mbrojtur atë. Një ditë, një gazetar i ri erdhi në shtëpinë e tyre për një intervistë. Ai donte të bënte një portret të Vaçe Zelës për një revistë të re që po lancohej. Pietri ishte i kujdesshëm, por Vaçja ishte e lumtur. Ajo donte të fliste, të ndante histori, të kujtonte ditët e lavdis. Por gjatë intervistës diçka shkoi keq. Gazetari e pyeti për planet e ardhshme, dhe Vaçja filloi të fliste për një turne që nuk ekzistonte, për një album që nuk ishte planifikuar kurrë, për takime me njerëz që kishin vdekur vite më parë. Pietri e ndërpreu më njëherë. Vaçja është e lodhur, tha ai, duke shoqëruar gazetarin drejt derës. Do të vazhdojmë një herë tjetër. Kur gazetari u largua, Pietri u ul dhe qau për herë të parë përpara saj. Çfarë po ndodh me mua? E pyeti ajo, duke i shikuar me sy plot frikë. Ai nuk mund t'ia thoshte. Edhe atëherë, edhe në atë moment të thyer, ai zgjodhi heshtjen. Por brenda rrjetit të njerëzve që e dinin të vërtetën, po linte një debat i ashpër. Disa mendonin se Pietri po vepronte gabim, thoshte një nga mjekët. Por Pietri ishte i palkundur, argumentonte ai. Ishte një vendim diktatorial, por i lindur nga dashuria më e pastër dhe më e çmendur. Në vitin 1994, Vaçja dha koncertin e saj të fundit publik. Ishte një mbrëmje pranvere në Tiranë dhe salla ishte plot. Ajo këndoi këngët që e kishin bërë legjend, Kuotë 46, Kuotë 47, Kuotë 48. Por ata që njihnin mirë vunre se diçka kishte ndryshuar. Zëri i saj ishte ende i bukur, por kishte momente kur ajo humbiste ritmin, momente ku shikonte në sallë sikur po kërkonte dikë që nuk ishte atje. Pietri ishte në radhën e parë, duke ndjekur çdo lëvizje, gati të hidhej në skenë nëse diçka shkonte keq. Kur koncerti mbaroi, ajo u përkull për të marrë lule dhe për një moment humbi ekuilibrin. Pietri u ngrit me njerë, por ajo u rikuperua dhe buzëqeshi. Publiku duart trokiti me minutera. Askush nuk e dinte se ky do t'ishte lamtumira. Pas asaj nate, Pietri vendosi se mjafton, i tha ai organizatorëve. Kuote 30. Reagimi ishte i ashpër. Disa e akuzuan për kontroll, të tjerë për xhelozi, disa madje sugjeruan se ai po e izolonte me qëllim, por Pietri nuk u përgjigj asnjë akuze. Ai thjesht mbili derën e shtëpisë së tyre dhe u bë muri i fundit midis Vaçes dhe botës që nuk e kuptonte dot se çfarë po ndodhte. Por pyetja mbetet, sa kohë mund të mbahet një sekret kaq i madh? Sa kohë mund të jetojë dikush në një iluzion të ndështuar me dashuri dhe gënjeshtra? Dhe çfarë ndodh kur murimi në fund bie?
Brenda mureve të shtëpisë së tyre në lagjen e bllokut, Jeta e Vaçes Zeles ishte bërë një rutinë e kontrolluar me përpikri kirurgjikale. çdo mëngjes, Pietri zgjoi para saj dhe përgatiste mëngjesin. Gjithmonë të njëjta gjëra, në të njëjtën renditje, sepse çdo ndryshim mund ta hutonte. Ai kishte hequr të gjitha pasqyrat nga dhomat kryesore, sepse kishte vënë re se Vaçja ndonjëherë nuk e njihte veten, dhe kjo e shqetësonte. Ai kishte fshirë të gjitha gazetat dhe revistat e vjetra ku flitej për të, sepse kur ajo i lexonte, ngaturonte të kaluarën me të tashmen. Kishte krijuar një botë të vogël, të sigurt, ku koha nuk lëvizte dhe ku e vërteta nuk mund të hynte. Por jo të gjithë në rreth ishin dakord me këtë metodë. Një pasdite, motra e Vaçes, Liri, erdhi në vizitë dhe kërkoi të fliste me Pietrin privatisht. I tha ajo me zë të lartë, Pietri e dëgjoi në heshtje, pastaj foli me një qetësi të ftohtë që e bëri Lirin të heshte. _33, tha ai. _34. Liri u largua duke qarë, por nuk foli kur më për këtë. Në vitin 1996, një nga mjekët që e kishin ndjekur Vaçen vdiq papritur nga një atak në zemër. Në testament, ai la një letër të vullosur që duhet i dorëzoj Vaçes Zeles vetëm pas vdekjes së Pjetër Rodiçit. Kjo letër tani ndodhet në arkivat e familjes dhe përmbajtja e saj nuk është bërë kur publike, por ata që e kanë lexuar thonë se ajo përmban jo vetëm diagnozën e plot, por edhe një kërkesë falje nga mjeku, një njohje se ai kishte qenë pjesë e një mashtrime që edhe pse e lindur nga dashuria, kishte mohuar të drejtën e një gruaje për të ditur të vërtetën për veten e saj. Ndërkohë Pietri po bëhej gjithnjë më i izoluar. Miqtë e vjetër nuk vinin më në vizitë sepse ai i kishte larguar. Familja e Vaçes e akuzonte për kontroll. Madje edhe fëmijët e tyre filluan të bënin pyetje. Pse nëna nuk del më, pyesnin ata. Pse ajo nuk na njeh gjithmonë? Pietri u jepte përgjigje të përgjithshme, por brenda ai po shkatërrohej. Ai kishte zgjedhur një rrugë që e kishte bërë armik të gjithëve, por ai besonte se ishte rruga e vetme që do ta mbante Vaçen gjallë. Një natë dimri të vitit 1998, Vaçja u zgjua në mes të natës dhe nuk e njihte dhomen. Ajo filloi të bërtas duke kërkuar nënën e saj që kishte vdekur 30 vjet më parë. Pietri vrapoi dhe e përqafoi, duke i kënduar një nga këngët e saj të preferuara derisa ajo u qetësua. Kur ajo ra përsëri në gjumë, ai u ul në kuzhinë dhe shkroi një letër. Një letër që nuk do t'ia dërgonte kur askujt, por që duhet ta shkruante për të mos u çmendur. Shkruante ai. Në vitin 1999, një gazetar investigativ filloi të hetonte historinë e Vaçes Zeles. Ai kishte dëgjuar thashe-theme për një kuote 2 fish i vogël e 4C dhe donte ta zbulonte. Ai intervistoi ish koleg, mjek të pensionuar, madje edhe disa zyrtar të vjetër të regjimit, por çdo herë që afrohej te e vërteta, dikush e ndallonte. Një mjek refuzoi të fliste, një ish zyrtar tha se kuote 14, një mik i vjetër i familjes e kërcënoi hapur, kuote 42. Gazetari më në fund u dorëzua, por jo pa shkruar në shënimet e tij private. Pietri ndërkohë po pllakej me shpejtësi. Stresi i viteve, pesha e gënjeshtrës, izolimi, të gjitha po e konsumonin. Ai kishte filluar të kthehej në hije të vetvetes, por çdo mëngjes ai zgjohej, vishej Dhe vazhdonte rolin e tij. Sepse ai e dinte se ditën që ai do të dorëzohej, do të ishte dita që Vaçja do të mësonte të vërtetën. Dhe ai kishte betuar se ajo ditë nuk do të vinte kurrë derisa ai të ishte gjallë. Por sa kohë mund të vazhdonte kjo? Sa kohë mund të mbahet një sekret kur trupi po dobësohet, kur kujtesa po zbehen, kur bota jashtë po ndryshon dhe po kërkon përgjigje? Ve çfarë do të ndodhte kur Pietri, muri i fundit më në fund do të binte? Në vitin 2000, kur Shqipëria po festonte hyrje në 1000 vjeçar të ri, Pjetër Rodiçi po numëronte ditët e fundit të forcës së tij. Por edhe në atë gjendje, ai nuk pushoi së kontrolluari çdo detaj të jetës së Vaçes. Ajo që askush nuk e dinte, ishte se Pietri kishte krijuar një sistem rezervë, një rrjet njerëzish që do të vazhdonin misionin e tij edhe pas vdekjes së tij. Në një takim të fshehtë në shtëpinë e tij, ai mblodhi 5 persona: 2 mjek, një infermiere, Një avokat dhe një mik të vjetër të familjes. Ata u ulën rreth tavolinës së kuzhinës dhe Pietri nxori një xar të trash, tha ai me zë të lodhur por të vendosur. Të 5 njerëzit shikuan njëri tjetrin, disa me dushim, disa me dhemshuri, por të gjithë ranë dakord, sepse ata e dinin se Pietri nuk po kërkonte një shërbim, po kërkonte një vazhdim të dashurisë së tij. Por brenda atij zarfi kishte diçka më shumë se udhëzime mjekësore. Kishte një listë emrash, njerëz që në vite të ndryshme kishin përpjekur të zbulonin të vërtetën dhe që duhej të mbaheshin larg.
Kishte numra telefonash të kontakteve në spitale që do të paralajmëronin nëse dikush do të kërkonte dosin mjekësore të Vaçes. Kishte madje edhe një shumë parash në një llogari bankare e destinuar për raste kur dikush do të duhej të heshte me çdo kusht. Ishte një makineri e përsosur e fshehtësisë e ndërtuar me duart e një burri që po vdiste, por që nuk do të lejonte që sekreti i tij të vdiste me të. Një nga mjekët, një grua e moshuar me emrin Donika, e pyet atë natë. Pietri e shikoi me sy plot lot. Quote, 14 vjetaj. Quote, 49. Heshtja që ra në atë dhomë ishte e rëndë sa ai ri, sepse të gjithë e dinin se Pietri kishte të drejtë. Vaçja pa Pietrin nuk ishte më Vaçe Zela, ishte vetëm një hije që priste të shuhet. Por jo të gjithë në atë dhomë ishin të bindur. Avokati, një burr i ri me emrin Arben, foli me kujdes. Pietri e shikoi me një shprehje që e bëri Arbenin të pendojë që kishte folur. Quote, 51, tha Pietri, me zë të ulët por të ashpër. Quote, 52. Arben nuk foli më. Asnjë prej tyre nuk foli. Ata thjesht morën zarfin dhe u larguan në heshtje, duke ditur se kishin hyrë në një pakt që do t'i ndiqte për pjesën tjetër të jetës së tyre. Në muajt që pasuan, Pietri filloi të përgatiste Vaçen për mungesën e tij, pa ja thënë kurrë drejt për drejt. Ai filloi të flinte në një dhomë tjetër, duke i thënë se kishte probleme me gjumin dhe nuk donte ta shqetësonte. Ai filloi të kallonte më pak kohë të gjatë ditës, duke shpikur takime dhe punë që nuk ekzistonin. Ai po e stërviste atë të jetonte pa të, pak nga pak, në mënyrë që kur ai të mos ishte më, tranzicioni të mos ishte aq i dhunshëm. Ishte një mizori e butë, e lindur nga dashuria më e madhe. Por Vaçja, edhe në gjendjen e saj, ndjeu diçka. Një mbrëmje, kur Pietri po dilte nga dhoma, ajo e kapi për dore dhe e shikoi me sy që për një moment dukeshin plotësisht të kthjellët. Ti po më lë apo jo? Pyeti ajo. Pietri ngriu. Zemra i rrahte aq fort sa mendoi se do të shpërthente. Kur, tha ai, duke u përkullur dhe duke e puthur në ball. Unë nuk do të lë kur. Ajo buzëqeshi, por në atë buzëqeshje kishte një trishtim që e theu atë. Sepse edhe në mjegullën e kujtesës së saj, ajo e ndjente të vërtetën që ai po përpiqej aq shumë ta fshihte. A mund të imagjinoni peshën e një gënjeshtre të tillë? A mund të imagjinoni se çfarë do të thotë të shikosh personin që do më shumë se gjithçka, vetë dish se çdo fjalë që del nga goja jote është një mashtrim i dashur? Dhe pyetja që mbetet është, kur dashuria bëhet kaq e madhe, sa zhderohet në kontroll total? A është ajo ende dashuri? Apo është diçka tjetër, diçka më e errët, më komplekse, më njerëzore? Në vitin 2001, Pjetër Rodiqi ushtrua në spital për herë të fundit. Mjekët e dinin se nuk do të dilte më gjallë, por ai këmbënguli që Vaçes të mos i thuej asgjë. Tojni se jam në Durrës për punë, urdhëroi ai infermieren Donika, që tani ishte bërë kujdestarja kryesore e Vaçes. Tojni se do të kthehem të shtunën. Ishte e martë. Pietri vdiqte enjte në mëngjes, në orën 6:35, i rrethuar nga mjek dhe infermiere, por jo nga gruaja që kishte dashuruar për 50 vjet. Sepse ai kishte zgjedhur që ajo të mos e shihte atë duke vdekur. Kishte zgjedhur që i mazi i fundit që ajo do të kishte prej tij, të ishte ai një burri që dilte nga dera duke i thënë, do të kthehem së shpejti dashurim. Ajo që ndodhi në ditët që pasuan, ishte një nga mashtrimet më të çuditshme dhe më tragjike në historinë moderne shqiptare. Pakti i 5 njerëzve hyri në fuci më njëherë. Vaçes i tanë se Pietri ishte në Durrës, duke zgjidhur disa probleme me një pronë. Kur ajo pyeste pse nuk telefononte, i thonin se linja telefonike ishin jashtë funksionit. Kur ajo kërkonte ta vizitonte, i thonin se ai do të kthehej shumë shpejt dhe se ishte më mirë të priste në shtëpi. Çdo ditë ata shpiknim një justifikim të ri, një vonesë të re, një arsye të re pse Pietri nuk ishte ende kthyer. Ndërkohë varrimi i Pietrit u bë në heshtje absolute. Vetëm një grusht njerëzish morën pjesë, ata që e dinin të vërtetën dhe që kishin betuar heshtje. Nuk pati njoftim në gazeta, nuk pati ceremoni publike, nuk pati as varr me emër për muaj të tërë, sepse kishin frikë se dikush do t'ia tregonte Vaçes. Pjetër Rodiqi, burri që kishte jetuar gjithë jetën në hijen e gruas së tij, vdiq dhe u varros në hije absolute. Ishte ironia më e hidur e mundshme. Por brenda shtëpisë, Vaçja po bëhej gjithnjë më e shqetësuar. Ajo pyeste çdo ditë për Pietrin, pyeste ajo. Donika dhe të tjerët vazhduan të gënjenin, por çdo gënjeshtër po bëhej më e vështirë, sepse Vaçja edhe në gjendjen e saj ndjente se diçka nuk shkonte. Ajo filloi të refuzonte të hante, filloi të flinte më pak,
Filloi të ulej pranë dritares dhe të priste orë pas ore, ditë pas dite, duke shikuar rrugën dhe duke pritur që Pietri të kthehej. Një mbrëmje, rreth 3 javë pas vdekjes së Pietrit, Vaçja u zgjua në mes të natës dhe thirri emrin e tij me një zë kaq të fortë sa zgjoi të gjithë shtëpinë. Donika vrapoi në dhomën e saj dhe e gjeti duke qarë me tërbim. Pyeti Vaçja, duke kapur Donikën për krah me një forcë të papritur. Donika, e tronditur dhe e shqetësuar, bëri atë që Pietri i kishte thënë të mos bënte kurrë. Ajo gënjeu edhe një herë. Quote 63, tha ajo, duke e përqafuar. Quote 64. Vaçja e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj u qetësua ngadalë, por në sytë e saj kishte diçka të re, një lloj dorëzimi, sikur ajo kishte vendosur të besonte gënjeshtrën, sepse e vërteta ishte shumë e dhimbshme për t'u përballuar. Në muajt që pasuan, ekipi i Pietrit vazhdoi misionin e tij me një përkushtim që kufinonte me obsesionin. Ata krijonin letra të rreme nga Pietri, të shkruara me doshkrimin e tij që kishin mësuar ta imitonin. Ata bënin telefonata të rreme, duke përdorur një aktor që kishte një zë të ngjashëm. Ata madje krijonin dhurata që supozohej se Pietri i dërgonte nga Durrësi, lule, ëmbëlsira, shami. Ishte një teatër i çmendur, i luajtur çdo ditë për një audiencë prej një personi që po e humbiste ngadalë aftësinë të dallonte realitetin nga iluzionet. Por brenda grupit po lindte një ndarje. Arben, avokati, nuk mund ta duronte më. Kjo është e çmendur, tha ai në një takim të fshehtë. Ne po e mbajmë atë në një gënjeshtër që po bëhet gjithnjë më e madhe. Çfarë do të ndodhë kur ajo të mësojë të vërtetën, sepse një ditë ajo do ta mësojë. Donika e shikoi me ashpërsi. Ajo nuk do ta mësojë kurrë, tha ajo, sepse ne do të vazhdojmë derisa ajo të mos jetë më. Kjo ishte vullneti i Pietrit dhe ne do ta respektojmë. Arben u largua nga grupi atë natë, duke mos mund të jetonte më me peshën e gënjeshtrës, por të tjerët vazhduan. A ishte kjo dashuri apo çmenduri? A ishte kjo mbrojtje apo mizori? Dhe çfarë do të thoshte Vaçja sikur të dinte se burri që ajo priste çdo ditë pranë dritares kishte vdekur 3 muaj më parë dhe ishte varrosur në një varr pa emër, ndërsa ajo jetonte në një botë të krijuar nga gënjeshtra të dashura. Kush ka të drejtë të vendosë për të vërtetën e dikujt tjetër edhe kur bëhet në emër të dashurisë? Në vitin 2002, Vaçja Zela festoi ditëlindjen e saj të 68 në Heshtje. Nuk pati mysafir, nuk pati fest, nuk pati as një tortë e madhe si ato që Pietri i organizonte çdo vit. Kishte vetëm Donikën që i këndoi gëzuar ditëlindjen me zë të lehtë dhe një letër e re nga Pietri që i kërkonte falje që nuk mund të ishte atje, por që premtonte se do të kthehej shumë shpejt. Vaçja e lexoi letrën me vëmendje, pastaj e pallos dhe e vuri në një jastëk, ashtu siç kishte bërë me të gjitha letrat e tjera. Ajo nuk tha asgjë, por Donika vuri re se duart e saj dridheshin ndërsa e mbante letrën. Por jashtë mureve të asaj shtëpie, bota po fillonte të bënte pyetje. Gazetar, miq të vjetër, madje edhe disa zyrtar të Ministrisë së Kulturës po pyesnin. Ku është Pjetër Rodiçi? Pse askush nuk e ka parë prej muajsh? Ekipi i Pietrit kishte parashikuar këtë dhe kishte përgatitur një histori. Pietri kishte udhëtuar në Itali për trajtim mjekësor dhe kishte vendosur të qëndronte atje për një kohë të gjatë. Ishte një gënjeshtër e besueshme, sepse shumë shqiptarë në atë kohë udhëtonin jashtë për shëndetin e tyre. Por disa nuk e besonin. Një gazetar investigativ me emrin Ilir filloi të hetonte. Ai kontaktoi spitalin në Itali, pyeti në ambasada, madje shkoi edhe në Durrës për të kontrolluar historinë e pronës që supozoi se Pietri po zgjidhte. Asgjë nuk përputej. Ilir vendosi të shkonte drejt për drejt në shtëpinë e Vaçës. Ai trokiti në derë një pasditë vjeshte dhe Donika hapi. Dua të flas me Vaçja Zela, tha ai. Jam gazetar dhe po bëj një artikull për karrierën e saj. Donika e shikoi me dushim. Zonja Zela nuk jep intervista, tha ajo. Ajo është e lodhur dhe ka nevojë për qetësi. Por Ilir nuk u dorëzua. Un kam dëgjuar se Pjetër Rodiçi nuk është parë prej muajsh, tha ai, duke e shikuar drejt në sy. Disa thonë se ai ka vdekur, a është e vërtet? Donika ngriti, zemra i rrahte fort. Ajo e dinte se ky moment do të vinte një ditë, por nuk ishte përgatitur për të. Pietri është në Itali, tha ajo, duke përsëritur binjeshtrën. Ai është mirë dhe do të kthehet së shpejti. Ilir e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj u largua, por ai nuk ishte i bindur. Brenda shtëpisë, Vaçja kishte dëgjuar zërat. Ajo doli nga dhoma dhe pyeti: Kush ishte? Donika u përposhtë buzëqeshte. Askush i rëndësishëm, tha ajo, vetëm një njeri që po shiste diçka. Por Vaçja e shikoi me një shprehje të çuditshme. Ai po pyeste për Pietrin apo jo? Tha ajo. Donika ngriti përsëri. Si e dinte ajo?
Sa shumë kishte dëgjuar? Jo, Vaçe, gënjeu ajo. Ai nuk po pyeste për asgjë. Por Vaçja nuk tha më asgjë. Ajo thjesht u kthye në dhomën e saj dhe ul pranë dritares duke vazhduar pritjen e saj të pafund. Ilir nuk e la çështjen. Ai filloi të pyeste njerëz të tjerë, fëmijë, miq të vjetër, ish koleg, dhe ngadalë ai filloi të mbleft copa të së vërtetës. Dikush i tha se kishte parë një varrim të fshehtë në varrezat e Sharës. Dikush tjetër i tha se kishte dëgjuar se Pietri kishte vdekur në spital, por që familja kishte kërkuar heshtje absolute. Ilir shkoi në spital dhe kërkoi regjistrat. Në fillim ata refuzuan, por ai këmbënguli dhe më në fund një infermiere e vjetër që nuk ishte pjesë e paktit ia konfirmoi. Po, Pjetër Rodiqi, vdiq këtu. Por na than të mos flisnin për këtë. Na than se ishte për të mirën e Vaçes. Ilir tani kishte të vërtetën. Por çfarë duhej të bënte me të? Nëse e publikonte, do të ishte një skandal i madh, por gjithashtu do të thërriste Vaçe Zella në një mënyrë që mund ta vriste. Ai u ul në zyrën e tij dhe shkroi artikullin, por nuk e publikoi. Në vend të kësaj, ai shkoi përsëri në shtëpinë e Vaçes dhe kërkoi të fliste me Donikën privatisht. Unë e di të vërtetën, i tha ai. Pietri ka vdekur dhe ju po e mbani Vaçen në një gëneshtër. Donika nuk mohoi. Ajo thjesht e shikoi me lot në sy. Çfarë do që të bëj? Pyeti ajo. Dëshiron ta shkatërosh atë? Dëshiron të jesh personi që do t'ja marrë arsyeën e vetme për të jetuar? Ilir heshti. Ai nuk kishte përgjigje. Në fund, Ilir mori një vendim që do ta ndiqte për pjesën tjetër të jetës së tij. Ai e dogji artikullin. Ai nuk foli kur publikisht për atë që kishte zbuluar, sepse ai kuptoi se ka momente kur e vërteta nuk është më e rëndësishme se mëshira. Ka momente kur gënjeshtra, edhe pse e gabuar, është akti më human që mund të bësh. Por pyetja mbetet, për sa kohë mund të vazhdojë një gënjeshtër e tillë? Çfarë ndodh kur trupi i Vaçes do të kërkojë përgjigje që mendja e saj nuk mund t'i formulojë më? Dhe kur ajo më në fund do të bashkohet me Pietrin, a do ta gjejë atë duke i pritur në anën tjetër, apo a do të jetë zemruar për vitet që ju vodhen nga e vërteta? Në vitin 2004, në një mëngjes të ftohtë shkurti, Vaçe Zella u zgjua dhe për herë të parë në 3 vjet nuk pyeti për Pietrin. Donika, që kishte ardhur si çdo mëngjes për ta kontrolluar, e gjeti ulur në karrige duke shikuar nga dritarja, por me një shprehje kricësisht të ndryshme. Nuk kishte pritje në sytë e saj, nuk kishte shpresë, kishte vetëm një zbrazëti të thellë, sikur diçka brenda saj kishte thirrë më në fund. Pyeti Donika me kujdes. Vaçja u kthie ngadalë dhe e shikoi me një buzëqeshje të hollë të trishtuar. Quote, 94, tha ajo me zë të qetë. Quote, 95, Donika ngriti. Zemra i rrahte aq fort sa mendoi se do të fikej. Kjo ishte momenti që Pietri kishte friksuar më shumë se gjithçka. Momenti kur Vaçja do të ndallonte së besuari gënjeshtrën dhe do të kërkonte të vërtetën. Por para se Donika të mund të thoshte diçka, Vaçja vazhdoi. Ajo nuk po pyeste, ajo po deklaronte, dhe në atë deklarim kishte një lloj paqeje që ishte më e frikshme se çdo dëshpërim. Ajo që ndodhi në muajt që pasuan ishte një zhdurim i ngadalt dhe i dhimbshëm. Vaçja nuk pyeste më për Pietrin, por as nuk fliste për asgjë tjetër. Ajo hante pak, flinte pak dhe kallonte orë të tëra duke shikuar nga dritarja pa thënë asnjë fjalë. Donika dhe ekipi i Pietrit u përpoqën të ndryshonin rutinën, ta nxirrnin jashtë, ta bënin të dëgjonte muzikë, por asgjë nuk funksiononte. Ishte sikur Vaçja kishte vendosur të jetonte në një gjendje pritjeje të prijeqme, duke pritur jo Pietrin, por fundin e saj. Mjekët që vinin ta kontrollonim, flisnin me Donikën në heshtje, thoshin ata. Dhe kjo ishte e vërteta më e tmerrshme, se gënjeshtra e Pietrit, që ishte menduar për ta mbajtur gjallë, tani po bëhej arsyeja pse ajo po vdiste. Por kishte diçka që askush nuk e kishte vënë re. Në një nga sirtarët e domës së Vaçes, të fshehur nën shtresa rrobash të vjetra, ajo kishte filluar të mblidhte të gjitha letrat e rreme që supozohej se Pietri kishte dërguar. Ajo i kishte vënë në një rend kronologjik, dhe në fund të çdo letre kishte shkruar me doshkrim të dridhur. Ajo e dinte. Ndoshta nuk e dinte që nga fillimi, por në një moment trupi i saj, zemra e saj, shpirti i saj e kishin kuptuar atë që mendja e saj nuk mund ta pranonte. Dhe ajo kishte zgjedhur të luante lojën, të lejonte gënjeshtrën të vazhdonte, sepse e vërteta ishte shumë e rëndë për t'u mbajtur. Kur Donika e zbuloi këtë, ajo qau për orë të tëra, sepse kuptoi se Vaçja nuk ishte viktime gënjeshtrës, ajo ishte bashkëpunëtore. Ajo kishte zgjedhur iluzionin mbi realitetin, sepse realiteti do ta kishte shkatëruar. Një pasdite pranvere të vitit 2005, Vaçja u ul në dhomën e saj dhe kërkoi të dëgjonte një nga këngët e vjetra. Donika i vuri një kaset të vjetër
dhe zëri i Vagjës së re, i fortë dhe i pasionuar, mbushi dhomën. Vagja e dëgjoi në heshtje me sy të mbyllur dhe për një moment dukej sikur ishte kthyer në kohë. Por pastaj në mes të këngës, ajo filloi të qaj. Jo me zë të lartë, por me lot të heshtur, që rrëshqitnim nga faqet e saj. Kush është ajo? Pyeti ajo, duke treguar altoparlantët. Kush po këndon? Donika ngriti. Jeni ju, zonja Vace, tha ajo me zë të butë. Kjo është zëri juaj. Vacia e shikoi me konfuzion. Jo, tha ajo duke tundur kokën. Ajo nuk jam unë nuk kam qenë kurrë aq e bukur. Dhe në atë moment, Donika kuptoi se Vacia kishte humbur jo vetëm kujtesën e së tashmes, por edhe kujtesën e asaj që kishte qenë. Ajo nuk e njihte më veten e saj të shkuar. Ajo ishte bërë një e huaj për historinë e saj. A mund të imagjinoni se çfarë do të thotë të dëgjosh zërin tënd dhe të mos e njohësh, të shikosh fotografi të vetes dhe të mendosh se është dikush tjetër? Kjo ishte tmerri që Pietri kishte dashur ta shmang, jo vetëm vdekjen fizike, por vdekjen e identitetit. Por edhe me të gjitha përpjekjet e tij, edhe me të gjitha gënjeshtrat e dashura, kjo ishte duke ndodhur. Vace zella po zhduket, cop nga cop, kujtes nga kujtes, dhe askush nuk mund ta ndallonte. Në vitin 2006, një grua e re me emrin Elona u punsua si infermiere e re për Vacen. Ajo nuk e kishte njohur Pietrin, nuk ishte qenë pjesë e paktit origjinal dhe nuk e dinte historinë e plot. Asaj thjesht ju tha se Vace Zella ishte një këngëtare e famshme që kishte nevojë për kujdes dhe se burri i saj kishte vdekur disa vite më parë. Elona e pranoi punën me entuziazëm, sepse ajo e admironte Vacen që kur ishte fëmijë. Por që nga dita e parë, ajo vuli re diçka të çuditshme. Çdo herë që Donika vinte, ajo dhe Vacia flisnin në një kod të veçantë. Donika i tregonte Vaces për letra nga Pietri, për telefonata nga Italia, për dhurata që do të vinin së shpejti. Dhe Vacia dëgjonte, buzëqeshte dhe thoshte faleminderit. Por kur Donika largohej, Vacia i thoshte Elonës me zë të ulët. Ajo mendon se unë jam budallaqe, por unë e di se ai nuk është më. Elona u shqetësua thellë. Ajo nuk e kuptonte pse Donika po vazhdonte të gënjente kur Vacia duke se e dinte të vërtetën. Një ditë, ajo vendosi të pyeste Donikën drejt për drejt. Pse po i thoni këto gjëra, pyeti ajo. Ajo e di se Pietri ka vdekur. Pse po vazhdoni të gënjeni? Donika e shikoi me një shprehje të lodhur të mplakur nga vitet e gënjeshtrës. Sepse nëse ne ndallojmë se gënjuari, ajo do të ndallojë se luajturi llojen, tha ajo. Dhe nëse ajo ndallon se luajturi llojen, ajo do të duhet të përballojë të vërtetën plotësisht, dhe kjo do ta vrasë. Kështu që ne vazhdojmë. Ne vazhdojmë derisa ajo të mos jetë më. Elona nuk e kuptoi atëherë, por me kalimin e javëve, ajo filloi ta shihte. Ajo filloi të kuptonte se kjo nuk ishte thjesht një gënjeshtër, ishte një ritual. Ishte një mënyrë për Vacen dhe për ata që e kujdesnin të jetonin në një botë ku Pietri ende ekzistonte, edhe nëse vetëm në fjalë. Por jo të gjithë ishin dakord me këtë. Një nga mjekët e rinj që erdhi për ta kontrolluar Vacen, një burr me emrin Gentian, u trondit kur mësoi historinë. Kjo është e çmendur, tha ai pas një vizite. Ju po e mbani atë në një gjendje iluzionare. Kjo nuk është etike, kjo nuk është njerëzore. Donika e shikoi me një ashpërsi që e bëri atë të heshte. Ti nuk e njeh atë, tha ajo. Ti nuk e ke parë atë kur ishte në kulmin e saj. Ti nuk e di se çfarë do të thotë ti jesh Vace Zella dhe të humbasësh gjithçka. Kështu që mos më fol mua për etik. Unë po bëj atë që burri i saj më kërkoi. Unë po e mbaj gjallë në të vetmin mënyrë që di. Gentian nuk foli më, por ai shkroi një raport dhe e dërgoi në Ministrinë e Shëndetësisë duke kërkuar një hetim për trajtim jo etik të një pacienti të moshuar. Raporti arriti në tavolinën e një zyrtari me emrin Agron, që rastësisht kishte qenë një nga fëmijët që kishin rritur duke dëgjuar këngët e Vaces. Ai e lexoi raportin me vëmendje, pastaj bëri diçka të papritur. Ai e thirrri Gentianin në zyrë dhe i tham: "Unë po e mbyll këtë çështje, nuk do të ketë hetim, nuk do të ketë ndërhyrje. Vace Zella ka dhënë gjithçka për këtë vend. Nëse ata që e duan ta mbajnë në një iluzion për ditët e saj të fundit, kush jemi ne për të ndërhyrë?" Gentian u zemrua. Por kjo është kundër ligjit, protestoi ai. Agron e shikoi me një shprehje të ftohtë. Ka gjëra më të rëndësishme se ligji, tha ai. Ka njerëzimi. Dhe ndonjëherë, njerëzimi do të thotë të lejosh njerëzit të vdesin në paqe, edhe nëse paqja është ndërtuar mbi gënjeshtra. Kështu që gënjeshtra vazhdoi, por tani, ajo nuk ishte më vetëm një sekret i mbajtur nga një grusht njerëzish. Ishte një sekret që shteti në një mënyrë të çuditshme dhe të heshtur kishte zgjedhur ta mbrojë. Sepse Vace Zella nuk ishte thjesht një grua e moshuar që po vdiste. Ajo ishte një simbol.
Ajo ishte zëri i një brezi, dhe nëse ajo duhej të vdiste në një iluzion për të mbajtur atë simbol të paprekur, atëherë kështu do të ishte. Por pyetja që askush nuk guxonte ta bënte me zë të lartë ishte: çfarë do të ndodhte kur Vacia më në fund do të vdiste? Çfarë do të ndodhte kur e vërteta do të dilte në dritë? A do të ishte Pietri një heroj dashurisë apo një manipulator që kishte vjedhur të drejtën e gruas së tij për të ditur të vërtetën? Dhe si do ta gjykonte historia këtë dashuri të çmendur, të dimshme, të kontrolluar? Në vitin 2007, në një mbrëmje vjeshte kur era e ftohtë filloi të frunte nga malet, Vacia Zela ul në karrigen e saj të preferuar dhe kërkoi të shikonte albumin e vjetër të fotografive. Elona ja solli me kujdes dhe së bashku filluan ta shfletojnë. Kishte fotografi nga koncerte, nga udhtime, nga momente familjare. Dhe në çdo fotografi ku shfaqej Pietri, Vacia ndalonte dhe e prekje me gishtin e saj të dridhur. Ky është buri im, thoshte ajo çdo herë. Ky është Pietri. Elona buzëqeshte dhe thoshte: Po, zonja Vace, ai është. Por pastaj, kur arrite në një fotografi ku Vacia dhe Pietri ishin të rinj, të lumtur, duke vallëzuar në një dasmë, Vacia filloi të qaj. Ai më donte aq shumë, tha ajo me zë të thyer. Ai më donte aq shumë sa më gënjeu për 20 vjet. Dhe unë e lash, sepse dhe unë e doja aq shumë sa nuk doja ta shija duke vujtur në e vërteta. Elona ngriti. Kjo ishte hera e parë që Vacia fliste kaq qartë për atë që kishte ndodhur. Ju e dinit? Pyeti ajo me zë të ulët. Vacia e shikoi me si plot lot, por edhe me një lloj qartësie që nuk ishte pasur prej muajsh. Unë gjithmonë e kam ditur, tha ajo. Jo detajet, jo datën, por e kam ditur se ai po më mbante larg diçkaje. Dhe kam zgjedhur të mos pyes, sepse pyetja do të thoshte ta detyroja të më thoshte të vërtetën, dhe e vërteta do të na kishte shkatëruar të dy. Ajo pushoi duke marrë frymthell. Ai mendoi se po më mbrojte, por në të vërtetë ne po mbrojnim njëri tjetrin. Ai nga dhimbja e të parit tim duke u shkatëruar, unë nga dhimbja e të ditur se sa shumë ai po vuante për mua. Ishte një rrëfim kaq i thellë, kaq i ndërlikuar, sa Elona nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo thjesht mbajti dorën e Vacias dhe qëndroi atje duke dëgjuar. Njerëzit do të mendojnë se ai ishte i keq, vazhdoi Vacia. Do të thonë se ai më vodhi të drejtën për të ditur, por ata nuk e kuptojnë. Dashuria nuk është gjithmonë e ndershme. Ndonjëherë dashuria është gënjeshtër, ndonjëherë dashuria është të zgjedhësh iluzionin mbi të vërtetën, sepse e vërteta është shumë e egër. Ajo e shikoi Elonën me një intensitet që e bëri vajzën e re të ndjente sikur po shikonte në shpirtin e dikujt që kishte jetuar një jetë të tërë në disa sekonda. Premtom diçka, tha Vacia. Kur unë të mos jem më, tregoju botës se unë e dija. Tregoju se unë zgjodha këtë, sepse nuk dua që Pietri të gjykohet si një tiran. Ai ishte buri më i mirë që kam njohur, dhe nëse ai më gënjeu, ishte sepse dashuria e tij ishte më e madhe se e vërteta. Elona premtoi. Dhe atë natë, ajo shkroi gjithçka që Vacia kishte thënë, duke ditur se një ditë kjo do të ishte e vetmja mënyrë për ta mbrojtur kujtimin e Pietrit nga gjykimi i botës. Sepse bota nuk kupton gjithmonë dashurinë që shkon përtej logjikës, përtej etikës, përtej të drejtës dhe të gabuarës. Bota nuk kupton se ka momente kur gënjeshtra është akti më i sinqertë i dashurisë. Në javët që pasuan, Vacia filloi të fliste gjithnjë më pak. Trupi i saj po dobësohej me shpejtësi dhe mjekët thanë se ishte çështje kohë. Donika vinte çdo ditë, por tani ajo nuk sillte më letra nga Pietri. Ajo thjesht u lej pranë Vaces, e mbante dorën dhe qëndronte në heshtje. Sepse të dyja e dinin se loja kishte mbaruar. Iluzionet kishin shërbyer qëllimin e tyre. Tani ishte koha për të lënë që e vërteta, sa e dhimbshme të ishte, të hynte në dhomë. Një mëngjes të hershëm dhjetori, Vacia Zela hapi syt dhe shikoi nga dritarja. Dieli po ngrihej ngadalë, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokalli dhe roz. Aho buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël, e qetë, e pauht. Ai po më pret, tha ajo me zë aq të ulët sa Elona mezi e dëgjoi. Pietri po më pret, dhe unë jam gati të shkoj. Ajo mbujli syt përsëri dhe frymëmarrja e saj u bë gjithnjë më e ngadaltë, gjithnjë më e qetë. Dhe në orën 8:32 të mëngjesit, Vacia Zela pushoi së frymëmarruri, duke mbajtur në dorë një fotografi të vjetër të saj dhe Pietrit të rinj dhe të lumtur, në një botë që nuk ekzistonte më. Kur lajmi u përhap, Shqipëria qau, por askush nuk e dinte historinë e plotë. Askush nuk e dinte se ajo kishte jetuar 20 vjet në një gënjeshtër të dashur. Askush nuk e dinte se ajo i kishte zgjedhur atë gënjeshtër, dhe ndoshta kjo ishte mënyra më e mirë. Sepse disa histori janë shumë të ndërlikuara, shumë të dhimbshme, shumë njerëzore për t'u treguar plotësisht.
Por pyetja që mbetet për ne, për ju që po dëgjoni këtë histori, është: nëse ju do të ishit në vendin e Pietrit, çfarë do të bënit? A do ta mbronit personin që doni nga e vërteta, edhe nëse kjo do të thoshte të jetonit në gënjeshtër? Apo a do të zgjidhnit ndeshmërinë, edhe nëse kjo do të thoshte ta shikonit atë duke u shkatëruar? Dhe kush ka të drejtë të gjykojë një dashuri që ishte aq e madhe sa u bë burg dhe shpëtim në të njëjtën kohë? Në sirtarët e vjetër të shtëpisë së Donikës, të fshehura pas dokumenteve mjekësore dhe letrave të verdha, u gjetën disa kaseta audio që askush nuk i kishte dëgjuar kurrë. Ishin regjistruar në fshehtësi gjatë viteve 2003 deri në 2007 dhe përmbanin biseda private midis Vaçës dhe Pietrit, por jo Pietrit të vërtet. Ishin biseda që Donika kishte organizuar me një aktor që imitonte zërin e Pietrit, duke folur me Vaçën përmes një telefonit vjetër. Por ajo që shqetësoi të gjithë ata që i dëgjuan këto kaseta, ishte se në disa prej tyre, Vaçja fliste me Pietrin sikur ai ishte vërtet atje, duke i treguar për ditën e saj, duke qeshur me shakat vjetra, duke qarë për gjëra që kishte harruar. Dhe në fund të çdo bisede, ajo thoshte të njëjtën gjë. Kush e dinte se sa thellë shkonte vetëdia e saj? Kush e dinte se sa shumë ajo po luante lojën për të mbrojtur ata që po përpiqeshin ta mbronin atë? Pas vdekjes së Vaçës, Donika u shem plotësisht. Ajo kishte kaluar 6 vjet duke jetuar në një gënjeshtër të vazhdueshme, duke u zgjuar çdo mëngjes dhe duke u përgatitur për të luajtur një rol që e kishte konsumuar nga brenda. Tani që Vaçja nuk ishte më, ajo nuk ishte më arsye për të vazhduar. Ajo u tërhoq nga puna, u izolua në shtëpinë e saj dhe filloi të shkruante një ditar. Një ditar që do të bëhej dëshmia më e plotë e asaj që kishte ndodhur. Në atë ditar, ajo shkruante çdo detaj, çdo gënjeshtër që kishte thënë, çdo letër të rreme që kishte krijuar, çdo moment kur Vaçja e kishte shikuar me sy që dinin të vërtetën, por zgjidhen heshtjen. Shkruante ajo në një nga faqet e fundit. Por jo të gjithë në ekipin e Pietrit ndjenin të njëjtën gjë. Arben, avokati që kishte larguar vite më parë, dëgjoi për vdekjen e Vaçës dhe vendosi të fliste publikisht për herë të parë. Ai dha një intervistë për një gazetë të vogël lokale, ku tregoi pjesë të historisë, jo gjithçka, por sa për të ngritur pyetje. Quote, u ndërbar 24/3, tha ai. Intervista shkaktoi një debat të ashpër në Shqipëri. Disa e mbronin Pietrin dhe ekipin e tij, duke thënë se kishin vepruar nga dashuria më e pastër. Të tjerë i akuzonin për manipulim, për mohim të autonomisë së një gruaje, për krijimin e një burgu të artë. Por askush nuk ishte përgjigjen e saktë, sepse kjo nuk ishte një çështje zeze bardhë, ishte një histori njerëzore, e ndërlikuar, e vimshme, e mbushur me dashuri dhe gabime në të njëjtën mas. Elona, infermiere e re që kishte qenë me Vaçën në muajt e saj të fundit, vendosi të mbajë premtimin që i kishte bërë. Ajo shkroi një letër të gjatë drejtuar mediave, ku tregonte bisedën e fundit që kishte pasur me Vaçën. Bisedën ku Vaçja kishte pranuar se e dinte të vërtetën dhe se kishte zgjedhur iluzionin, shkruante Elona. Letra u botua në disa gazeta dhe reagimi ishte i ndarë. Disa e quajtën Elonën naive, të tjerë e quajtën të guximshme. Por ajo që ishte e qartë ishte se historia e Vaçës Zelës dhe Pjetër Rodiçit kishte prekur një nerv të thellë në shoqërinë shqiptare. Një nerv që fliste për dashurinë, kontrollin, të vërtetën, dhe çmimin që paguajmë për të mbrojtur ata që duam. A mund të imagjinoni se çfarë do të thotë të dish se dashuria jote ka qenë aq e madhe sa është bërë burg? A mund të imagjinoni se çfarë do të thotë të zgjedhësh gënjeshtër mbi të vërtetën, jo nga dobësia, por nga forca e një dashurie që nuk di si të lëshoj? Dhe pyetja që mbetet është, mese Vaçja dhe Pietri do të mund të ktheheshin dhe të bënin gjithçka përsëri, a do ta ndryshonin diçka? Apo a do të zgjidhnim sërish të njëjtën rrugë, sepse për ta, kjo ishte vetmja rrugë e mundshme. Në vitin 2008, një vit pas vdekjes së Vaçës, u organizua një ceremoni përkujtimore në Pallatin e Kongreseve. Salla ishte plot me njerëz që kishin dashuruar Vaçën, artist, politikan, njerëz të thjeshtë që kishin rritur duke dëgjuar zërin e saj. Por ajo që mungonte ishte një përmendje e Pjetër Rodiçit. Organizatorët kishin vendosur të mos flisnin për të, sepse historia e tij ishte bërë kontroverse. Disa e shihnin si hero, të tjerë si manipulator. Dhe në mungesë të një konsensusi, ata zgjodën heshtjen. Por në radhën e parë, ullur vetëm, ishte Donika. Ajo kishte ardhur me një zarf në dorë, zarfi i fundit që Pietri kishte lënë, ai që duhet hapej vetëm pas vdekjes së Vaçës. Ajo nuk e kishte hapur ende, sepse kishte frikë nga ajo që mund të gjente brenda. Por atë natë, pas ceremonisë, ajo u kthie në shtëpi dhe më në fund e hapi. Brenda kishte një letër e shkruar me doshkrimin e Pietrit, të datuar në vitin 2000.
Letra fillonte kështu. Letra vazhdonte për disa faqe, duke treguar detaje që askush nuk I kishte ditur, se si ai kishte negociuar me mjek, se si kishte kërcënuar gazetar, se si kishte manipuluar madje edhe antar të familjes për të mbajtur sekretin. Por në fund ai shkruante. Donika qau ndërsa e leconte, sepse ajo kuptoi se Pietri nuk kishte qenë një tiran. Ai kishte qenë një burr I tjerë nga dashuria, që kishte zgjedhur të sakrifikonte reputacionin e vet, shëndetin mendor të vet, madje edhe shpirtin e vet, për të mbrojtur gruan që donte. Ishte një dashuri e çmendur, e shtrembër, e gabuar në shumë mënyra, por ishte gjithashtu dashuria më e pastër që ajo kishte parë ndonjëherë. Ajo vendosi të mos e publikonte letrën. Disa gjëra, mendoi ajo, duhet të mbeten private. Disa gjëra janë shumë të shenjta, shumë të vimshme, shumë intime për të ndarë me botën. Por historia nuk mbaroi atje. Në vitet që pasuan, disa nga antarët e ekipit të Pietrit filluan të flisnin më hapur. Një nga mjekët, tani I pensionuar, dha një intervistë ku tregoi se si Pietri kishte ardhur tek ai në vitin 1988 me një kërkesë të çuditshme. Mos ja trego asaj kurrë, edhe nëse ajo pyet, edhe nëse ajo lypet, gënjeje, sepse e vërteta do ta vras. Mjeku kishte rënë dakord, por vitet e gënjeshtrës e kishin konsumuar. Çdo natë unë shija ëndra ku Vacia më pyeste dhe unë nuk mund të gënjesha më, tha ai. Por çdo mëngjes zgjohesha dhe vazhdoja, sepse kisha bërë një premtim. Dhe një premtim ndaj një burri që po vdiste nga dashuria ishte më I fortë se çdo kod etik mjekësor. Një tjetër antar I ekipit, infermierja origjinale që kishte qenë me Vacën që nga fillimi, tregoi se si ajo kishte parë Pietrin duke qarë në korridoret e spitalit, pasi kishte dhënë urdhrin e tij të famshëm, mos I tregoni asaj. Ai nuk ishte një burr I fortë që po jepte urdhra, tha ajo. Ai ishte një burr I thyer që po lypte. Ai po na lypte të na bëheshim bashkëfajtor në gënjeshtën e tij, sepse nuk ishte forcë ta mbante vetëm. Dhe ne pranuam, jo sepse mendonim se ishte drejt, por sepse nuk mund ta shikonim duke u shkatërruar. Këto dëshmi ngritën një pyetje të re. Nëse aq shumë njerëz ishin dakord të gënjenin, nëse aq shumë njerëz kishin parë dhimbjen e Pietrit dhe kishin zgjedhur ta ndihmonin, atëherë ndoshta ajo që ai bëri nuk ishte aq e gabuar sa dukej. Ndoshta, në një botë të përsosur, Vacia do të kishte pasur të drejtë të dinte. Por bota nuk është e përsosur. Dhe ndonjëherë në botën tonë të prishur, gënjeshtra e dashur është akti më human që mund të bëjmë. A do ta bënit ju? Nëse personi që doni më shumë se gjithçka do të shkatërrohej nga e vërteta, a do të zgjidhni të gënjeni? A do të zgjidhni të mbani peshën e asaj gënjeshtre për vite, duke ditur se çdo ditë po mohoni të drejtën e tyre për të ditur, por gjithashtu duke ditur se po I mbani gjallë? Kjo është pyetja që historia e Vaciës Zeles dhe Pjetër Rodiqit na lë, dhe nuk ka përgjigje të lehtë. Sot, në vitin 2021, varri I Vaciës Zeles dhe Pjetër Rodiqit ndodhet në varrezat e Sharrës në Tiranë. Ata janë varrosur pra njëri tjetrit, ashtu siç Pietri kishte kërkuar në testamentin e tij. Në gurin e varrit shkruan vetëm emrat e tyre dhe datat, asgjë më shumë. Por ata që vizitojnë varrin shpesh lën dy gjëra: lule për Vacën dhe një letër e vogël e pallosur për Pietrin. Në ato letra, njerëzit shkruajnë mendimet e tyre. Disa e falenderojnë për dashurinë e tij, të tjerë pyesin pse e bëri. Disa thjesht shkruajnë të kuptoj. Sepse në fund, historia e tyre nuk është vetëm historia e tyre. Është një pasqyrë e gjithë atyre që kanë dashuruar aq shumë sa kanë bërë gjëra të çmendura, të gabuara, të dhimbshme, por gjithmonë njerëzore. Elona, infermierja që ishte me Vacën në fund, tani punon si këshilltare për familje që kujdesen për të afër me sëmundje të ngjashme. Aho tregon historinë e Vacës si një mësim, jo një mësim se çfarë duhet bërë, por një mësim se sa komplekse mund të jetë dashuria. Nuk ka përgjigje të sakta, thot ajo në seminaret e saj. Ka vetëm zgjedhje të vështira, dhe çdo zgjedhje ka një çmim. Ajo gjithashtu mban me vete fotografinë e fundit që mori me Vacën, një fotografi ku Vacia buzëqesh lehtë, duke mbajtur fotografinë e vjetër të saj dhe Pietrit. Ajo ishte e lumtur në atë moment, thot Elona, sepse në atë moment ajo nuk ishte në botën tonë, ajo ishte në botën që Pietri kishte krijuar për të. Një botë ku ai ende ekzistonte, ku dashuria e tyre ende ishte e plotë, ku dhimbja nuk ishte hyrë ende. Donika vdiq në vitin 29 në moshën 75 vjeç. Në testamentin e saj, ajo la të gjitha kasetat audio, letrat dhe ditaret e saj në arkivin kombëtar, me një kusht. Ato nuk mund të hapen deri në vitin 2050. Dua që njerëzit të kenë kohë të mjaftueshme për të harruar gjykimin, shkruante ajo. Dua që kur ata ti lexojnë këto dokumente, ta bëjnë me zemër të hapur, jo me zemrim,
sepse kjo histori nuk është për të gjykuar, është për të kuptuar. Kur ajo vdiq, në funeral erdhën vetëm pak njerëz, por midis tyre ishte Arben, avokati që kishte larguar vite më parë. Ai qëndroi pranë varrit dhe tha me zë të ulët: "Unë mendova se ti po bëje gabim, por tani kuptoj. Ti po bëje atë që dashuria kërkon, edhe kur dashuria kërkon gjëra të pamundura." Ilir, gazetari që kishte zbuluar të vërtetën, por kishte zgjedhur të mos e publikonte, shkroi një libër në vitin 20. Libri nuk ishte për Vaçen dhe Pietrin drejt për drejt, por ishte për etikën e gazetarisë, për momentin kur e vërteta bëhet armë, dhe për pyetjen: a kemi gjithmonë të drejtë ta themi të vërtetën edhe kur e vërteta shkatëron? Libri u bë bestseller dhe në një intervistë Ilir tha: "Historia e Vaçe Zelës më mësoi se ka momente kur heshtja është më e fuqishme se fjalla. Ka momente kur të mos thuash diçka është akti më i guximshëm që mund të bësh." Por çfarë ndodhi me ata që përpiqeshin të zbulonin të vërtetën kundër vullnetit të Pietrit? Gentian, mjeku i ri që kishte shkruar raportin, u largua nga Shqipëria dhe u vendos në Gjermani. Ai nuk foli kurrë më publikisht për çështjen, por në një letër privat drejtuar një miku, ai shkruante: "Unë ende mendoj se ajo që bën ishte e gabuar, por gjithashtu kuptoj se unë nuk kisha të drejtë të gjykoja, sepse unë nuk e kam dashuruar kurrë dikë aq shumë sa të jem gati të shkatërohem për të. Dhe derisa ta bëj, nuk mund të kuptoj plotësisht atë që Pietri bëri." Historia e Vaçe Zelës dhe Pjetër Rodiqit është një histori që nuk ka fund të qartë, nuk ka hero dhe nuk ka kebërës. Ka vetëm njerëz që dashuruan, që vuajtën, që zgjodhen dhe që paguan çmimin e zgjedhjeve të tyre. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i madh, se dashuria nuk është gjithmonë e bukur, nuk është gjithmonë e drejtë, nuk është gjithmonë e ndershme, por është gjithmonë njerëzore. Dhe në atë njerëzim, në atë dobësi, në atë çmenduri, ka diçka të shenjtë. Sot kur ezni në rrugët e Tiranës dhe dëgjoni një kënd të vjetër të Vaçe Zelës duke dalë nga një dritare e hapur, ndalluni për një moment. Dëgjoni zërin që dikur mbushë sallat më të mëdha, që bëri një komp të çaj dhe të këndoi në të njëjtën kohë. Por dëgjoni gjithashtu heshten që vjen pas këngës, heshte në një gruaje që jetoi vitet e saj të fundit në një botë të krijuar nga dashuria dhe gënjeshtra, dhe heshte në një buri që zgjodhi të shkatërohet vetë për ta mbajtur atë botë në këmbë. Çfarë do të kishte thënë Vaçja sikur të mund të fliste sot? Ndoshta do të thoshte: "Unë nuk jam penduar, sepse çdo moment që kalova duke pritur Pietrin, edhe kur e dija se ai nuk do të vinte, ishte një moment ku dashuria jon ende ekzistonte, dhe kjo ishte e mjaftueshme." Apo ndoshta do të thoshte: "Ai më vodi të drejtën për të ditur, por gjithashtu më dha dhuratën për të mos vuajtur. Dhe nuk e di se cila është më e rëndësishme." Dhe Pietri, Nëse ai do të mund të fliste nga varri, ndoshta do të thoshte: "Unë e di se bëra gabime, e di se ka njerëz që më urrejnë për atë që bëra. Por nëse do të kthehesha në atë mëngjes të vitit 1988, kur mjeku më tha të vërtetën, do të bëja të njëjtën gjë, sepse dashuria ime për Vaçen ishte më e madhe se çdo kod moral, çdo rregull shoqëror, çdo gjykim njerëzor. Dhe nëse kjo më bën monster, atëherë unë jam monster i dashuruar." Historia e tyre na lë me pyetje që nuk kanë përgjigje, por ndoshta kjo është pikërisht pika. Ndoshta disa histori nuk duhet të kenë përgjigje. Ndoshta disa histori duhet thjesht të dëgjohen, të ndihen dhe të mbahen në zemër si një kujtim se dashuria është gjëja më komplekse, më e bukur dhe më e frikshme që mund të përjetojmë. Miq, si e shihni ju historinë e Vaçe Zelës dhe Pjetër Rodiqit? a ishte Pietri një hero i dashurisë që sakrifikoi gjithçka për të mbrojtur gruan e tij, apo ishte një manipulator që i vodhi asaj të drejtën për të ditur të vërtetën? A ishte Vaçja viktime një gënjeshtre të dashur, apo ishte bashkëpunëtore e vetëdijshme që zgjodhi iluzionin mbi realitetin? A keni pasur ndonjëherë një moment në jetën tuaj ku keni zgjedhur të gënjeni dikë që doni për ta mbrojtur? Apo a keni qenë ndonjëherë në anën tjetër, personi që është mbrojtur nga e vërteta dhe që më vonë ka zbuluar se çfarë ju është fshehur? Shkruani mendimet tuaja në komente. Na tregoni nëse e njihni këtë histori, nëse keni dëgjuar versione të tjera, nëse keni kujtesa për Vaçe Zelën nga qyteti juaj. A e mbani mend zërin e saj? A e mbani mend dashurinë e saj me Pietrin? Dhe më e rëndësishmja, si do ta gjykoni ju këtë dashuri që shkoi përtej çdo kufiri? Lini një like nëse kjo histori ju preku. Abonohuni në kanal për më shumë histori të vërteta që fshihen pas famës. Dëndani këtë video me dikë që duhet ta dëgjoj, sepse kjo nuk është thjesht historia e Vaçe Zelës. Kjo është historia e të gjithë atyre që kanë dashuruar aq shumë sa kanë humbur veten në atë dashuri. Faleminderit që dëgjuat dhe mos harroni, dashuria nuk është gjithmonë e bukur, por është gjithmonë e vërtetë.